Sekretari Amerikan I Shtetit ndodhet në Izrael për një vizitë reditore mes një pushimit të brisht mes Izraelit dhe Hamasit. Ai paralajmëroi se çdo lëvizje për aneksim në Brekun Perëndimor do të kërcënonte planin e paqes. Është e rëndësishme që veçanërisht gjatë javës së ardhshme të ruajmë marrëpushimin. Kemi bërë përparime, por ka ende dhe shumë për të bërë. Po punojmë për të ndërtuar procesin e përhershëm, përfshir një mandat ndërkombëtar për forcat e sigurisë dhe koordinimin në terren, tha Rubio. Ai shtoi se zëvendës presidenti amerikan ka qenë në rajon gjatë javës dhe pritet të kthehet me raporte pozitive në program. Sekretari amerikan po ashtu theksoi bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar për krijimin e një force të përbashkët sigurie për Gazën, duke synuar stabilitetin dhe përmirësimin e sigurisë për qytetarët. Rubio pritet të qëndrojë në Izrael deri me 25 tetor, para se të vizitojë Malajzinë, Japoninë dhe Korenë e Jugut nga 26 deri në 30 tetor, sipas njoftimit të Departamentit të Shtetit. Kjo vizitë vjen në një moment të tensionuar ku çdo vendim I njëanshëm për territorin e Brekut Perëndimor mund të çojë në destabilizimin e rajonit dhe të dëmtojë përpjekjet ndërkombëtare për një zgjidhje paqësore të konfliktit në Gaza.